Në gjykatën themelore në Prishtinë u zhvillua seanca e radhës për rastin tronditës të vrasjes së Liridona Ademaj, ngjarje që ka tronditur opinionin publik në Kosovë dhe më gjerë. Në bankën e të akuzuarve ndodhej bashkëshorti i saj, Naim Murseli, i konsideruar si dyshuari kryesor, së bashku me 2 bashkëpunëtorët e tij të afërt, Granit Pllava dhe Kushtrim Kokalla. Të tre po përballen me drejtësinë për një akt kriminal që është thyer në një nga proceset më të ndjekura të viteve të fundit. Seanca e kësaj here ishte e përqendruar kryesisht në dëshmitë e ekspertëve të psikiatrisë forenzike, të cilët kishin kryer një ekzaminim të detajuar mbi gjendjen mendore të Naim Murselit. Qëllimi i ekspertizës ishte të përcaktonte nëse i akuzuari kryesor kishte pasur ndonjë çrregullim psikik apo paftësi të përkohshme mendore që mund të ndikonin në përgjegjësinë e tij penale në momentin e kryerjes së veprës. Në salën e gjyqit dëshmoi ish drejtori i klinikës së psikiatrisë forenzike, Shpend Hakshi-Beqiri, i cili ishte pjesë e ekipit të ekspertëve. Ai skaroi para trupit gjykues se pas analizave të kryera, nuk është të konstatuar asnjë lloj çrregullimi mendor apo gjendje jashtëzakonshme që do të mund ta çonte Murselin drejt mosdënimit apo uljes së përgjegjësisë penale. Nga ekzaminimet tona, nuk rezulton që i pandehurit të ketë pasur ndonjë çrregullim të natyrës mendore, u shpreh Hakshi-Beqiri, duke mbyllur hapësirën për spekulime mbi këtë aspekt. Pas kësaj dëshmie, në salë ndodhi një moment i papritur. Vetë Naim Murseli kërkoi fjalën dhe ju drejtua ekspertëve me një pyetje që bëri bujë të madhe. Në media kam parë tituj që ekzaminimi im thotë se Naim Murseli ishte në gjendje të aftësisë në momentin kur vrau gruan e tij. Pyetja ime është kjo: a e thot raporti që unë e kam vrarë gruan time? Kjo ndërhyrje e tij jo vetëm që e surprizoi trupin gjykues dhe ekspertët, por krijoi edhe një reagim të fortë në salën e mbushur me publik e përfaqësues të medjave. Kjo deklaratë e Murselit u pa nga shumëkush si një përpjekje për të hedhur dyshime mbi mënyrën se si po raportohen faktet dhe për të mbjellë pasiguri tek opinioni publik. Megjithatë, gjyqi vazhdon dhe rasti i vrasjes së Liridona Ademajt mbetet një nga çështjet më të ndjeshme, më të përfolura dhe më të komentuara në shoqërinë kosovare, ku qytetarët presin me vëmendje për